Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. 120 studiues nga vendi dhe bota për 2 ditë në Gjirokastër sollën prezantimet e tyre duke sjellë në vëmendje rolin e kërkimit shkencor, inovacionit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në përballimin e sfidave të kohës sonë. Të pranishmit e vlerësuan këtë konferencë si një hap të rëndësishëm të Universitetit e Qrem Çabej drejt ndërkombëtarizimit. Në kuadër të konferencës ndërkombëtare që u mbajt për 2 ditë në Gjirokastër, Universiteti e Qrem Çabej mirëpriti përfaqësuesit e universiteteve partnere në një takim të zhvilluar me drejtuesit e tij. Gjatë diskutimeve u theksit e rëndësia e bashkëpunimit ndëruniversitar, shkëmbimit të përvojave akademike dhe zhvillimit të konferencave shkencore si platforma që nxisin kërkimin, inovacionin dhe krijimin e partneriteteve të reja ndërkombëtare. Fluksi turistëve që vizitojnë Gjirokastrën gjatë këtij sezoni veror vijon të rritet, por mungesa e kapaciteteve akomoduese po bën që një pjesë e konsiderueshme e vizitorëve të mos qëndrojnë në qytetin e Gurt. Sipas përfaqësuesve të dhomës së tregtisë, pas vizitave gjatë ditës, shumë turistë kryesisht huaj detyrohen të udhëtojnë drejt Sarandës për të kaluar natën për shkak të mungesës së vendeve në hotele dhe bujtina. Krajina e Pogonit njihet ndër të tjera për kulturën, traditën dhe folklorin e pasur. Intelektualët e zonës janë të shqetësuar për kultivimin e folklorit tek brezi i ri që ndodhet në emigracion. Ju njohim tani më gjerësisht. 120 studiues nga vendi dhe bota për 2 ditë në Gjirokastër sollën prezantimet e tyre, duke sjellë kështu në vëmendje rolin e kërkimit shkencor, inovacionit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në përballimin e sfidave të kohës. Të pranishmit e vlerësuan këtë konferencë si një hap të rëndësishëm të Universitetit e Qrem Çabej drejt ndërkombëtarizimit. Për 2 ditë Gjirokastra u kthye në një pikë takimi e studiuesve akademikëve dhe kërkuesve shkencor nga vende të ndryshme të Europës dhe Azisë. Konferenca ndërkombëtare ndërdisiplinore shkenca dhe inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm bëri bashkë pedagogë studiues nga vendi dhe bota që prezantuan rezultatet e kërkimeve të tyre mbi zhvillimin e qëndrueshëm, inteligjencën artificiale, inovacionin dhe arsimin e lartë, duke e kthyer konferencën në një platformë të rëndësishme të dialogut shkencor dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Tema ime ishte lidhur mbi të gjitha me kryqëzimin e njohurive të disiplinave të ndryshme që është kusht i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm. Fola mbi të gjitha mbi rëndësinë të bashkëpunojmë sa më shumë bashkë mbi tema të ndryshme siç mund të jetë zhvillimi i objektiveve të zhvillimit të qëndrueshëm, apo si mund të jetë lidhja me transparencë apo lidhja me ekonominë, si mund të bashkëpunojmë sa më shumë edhe në nivel lokal, nacional dhe ndërkombëtar, por gjithashtu si mund të bashkëpunojmë nga pikpamja shkencore dhe praktike bashkë në mënyrë të tillë që të japim zgjidhje sa më efikase për zhvillimin e qëndrueshëm. Fokusi im është raporti midis inteligjencës artificiale dhe sfidave reale. Pra të gjithë ne sot jemi viktim të inteligjencës artificiale, ajo ecën shumë shpejt, më shpejt se shpejtësia e mendimit ton, dhe në pjesën e programimit, në pjesën e asaj që ajo prodhon, ne kemi të humbur betejën me atë siçënie njerëzore. Por në raport me vlerat, akoma deri sot nuk kemi një software apo një produkt inteligjencë artificiale që ka ndjesi shpirtërore. Të ftuarit e vlerësuan këtë konferencë jo vetëm si një hap të rëndësishëm të Universitetit e Qrem Çabej drejt ndërkombëtarizimit, por edhe si një augur të mirë për rajonin jugor. Iniciativë shumë e madhe dhe falenderoj kolegët e mi që kanë mundur të organizojnë diçka të tillë dhe pse universiteti është i vogël. Janë disa shtete që janë të përfaqësuara dhe janë disa profesorë shumë të mirë dhe kjo ndikon shumë në zhvillimin e marrëdhënieve me Shqipërinë, por gjithashtu me Universitetin e Gjirokastrës që tregohet gjithmonë shumë iniciativë, tregon shumë kërkesë dhe iniciativë për bashkëpunime shkencore. Që konferenca sot është një augur i mirë edhe për universitetin, por edhe për qytetin e Gjirokastrës. Unë vlerësoj dhe
e kam shprehur që Gjirokastra ka një avantazh për që një pol i asaj që ne quajmë turizmi shkencor. Këtë rast, duke pa parasysh edhe fokusin e sfidave që ka konferenca, përputhet plotësisht me sfidat që ka vetë vendi ynë. Flasim për një zhvillim të qëndrueshëm, i cili kupton një harmonizim më të mirë të zhvillimit ekonomik me mbrojtjen e ambientit dhe me rritjen e aftësisë konkurruese të vendit. Kjo konferencë solli në Gjirokastër pedagoge studiues nga 12 vende të botës. Në kuadër të konferencës ndërkombëtare që u mbajt për 2 ditë në Gjirokastër, Universiteti Ekrem Çabej mirëpriti përfaqësuesit e universiteteve partnere në një takim të zhvilluar me drejtuesit e tij. Gjatë diskutimeve u vu theksi tek rëndësia e bashkëpunimit ndëruniversitar, shkëmbimit të përvojave akademike dhe zhvillimit të konferencave shkencore. Gjatë ditëve të zhvillimit të konferencës Shkenca dhe Inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm në Gjirokastër, drejtuesit e Universitetit Ekrem Çabej zhvilluan një takim me përfaqësues të universiteteve partnere nga Europa dhe Azia. Rektori Hucana ka kërkuar zgjerimin e bashkëpunimit në vijim. Me kënaqësi kam vërej që ne pavarësisht se takojmë përsëri, jemi takuar edhe herë tjetër, tashmë i bërë dhe miq të vjetër dhe bashkëpunimi jonë kanë qenë në nivele të kënaqshme. Por mendoj se kemi ende vend për të bashkëpunuar. Ne tashmë po bashkëpunojmë me Universitetin Torgush Mores në Rumani, me Universitetin e Leçës tashmë kemi një bashkëpunim që është shembull në të drejtimet, ku kemi dhe një program të përbashkët studimi në bachelor në fushën në fakultetit ekonomik, qërtë cilat ne duhet i shtrim dhe me universitetet të tjera. Nga të pranishmit u diskutua mbi mundësinë për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor, mobilitetit akademik dhe projekteve të përbashkëta, duke forcuar më tej lidhjet mes institucioneve. Ideja është të promovohet mësimi i gjuhës shqipe në universitetin tonë dhe mësimi i gjuhës kineze në Universitetin Ekrem Çabej në Gjirokastër. Dhe gjithashtu të kemi kërkim shkencor të përbashkët, të kemi shkëmbim profesorësh, shkëmbim studentësh dhe mundësisht në një moment të dytë të kemi edhe diplomatë të përbashkëta. Kështu shpresojmë që ky bashkëpunim të ecë mbar dhe të jetë reciprokisht i dobishëm. Vin nga Universiteti Dimitrie Cantemir në Rumani dhe ne bashkëpunoj me universitetin tuaj që nga viti i kaluar. Vitin e kaluar organizuam një konferencë së bashku dhe jemi të gëzuar që jemi këtu. Është shumë e rëndësishme të jemi pjesë e ndryshimeve dhe në këtë kohë kur inteligjenca artificiale, ndryshimet demografike dhe zhvillimi qëndrueshëm janë disa probleme për të gjithë ne. Është e rëndësishme të qëndrojmë pranë universiteteve të tjera dhe të ndajmë përvojën tonë dhe të dimë rreth drejtimit se ku po shkojmë. Shpresojmë të bashkëpunojmë për programe edukative. Ne kemi gjithashtu turizëm, mjeksi, ekonomi, psikologji dhe dëshirojmë të bashkëpunojmë me universitetin tuaj. Jam nga Universiteti Salentos, i cili në fakt në vija ajrore nuk është larg nga këtu. Ne kemi bashkëpunuar me Universitetin e Gjirokastrës për shumë vite, në shumë nivele dhe në shumë fusha. Shqipëria në përgjithësi po bëhet shumë e rëndësishme. Gjithashtu e dini, në Europë, në Itali dhe ne jemi të lumtur që bashkëpunojmë, të vazhdojmë të bashkëpunojmë në shumë nivele të ndryshme, e madje edhe në nivele që as nuk mund t'i mendojmë për momentin. Por ne jemi gjithmonë të gatshëm të ulumtojmë mundësitë. Tashmë po bëjmë diçka me ekonominë dhe turizmin, gjuhët dhe fusha të tjera. Universiteti i Gjirokastrës ka nënshkruar rreth 100 marrëveshje kuadër me universitete të huaj, prej të cilave 50 janë aktive në fusha të ndryshme, kryesisht me Italinë, Spanjën, Greqinë, Poloninë, Portugalinë, Amerikën. Fluksi i turistëve që vizitojnë Gjirokastrën gjatë këtij sezoni veror vijon të rritet, por mungesa e kapaciteteve akomoduese po bën që një pjesë e tyre të mos qëndrojnë në qytetin e Gurtë. Sipas përfaqësuesve të dhomës së tregtisë, pas vizitave gjatë ditës, shumë turistë, kryesisht të huaj, detyrohen të udhëtojnë drejt Sarandës për të kaluar natën për shkak të mungesës së vendeve në hotele dhe bujtine. Në këtë sezon vere, Gjirokastra po përballet me një rritje të ndjeshme të fluksit të turistëve, ndërkohë që kapacitetet hoteliere janë të pamjaftueshme për akomodimin e tyre. Prej fillimit të vitit, Gjirokastra ka mirëpritur rreth 100.000 turistë, por një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk kanë mundësi të akomodohen në qytetin e Gurtë. Turistët kryesisht të huaj përgjatë orëve të ditës vizitojnë qytetin, ndërsa në mbrëmje për shkak të mungesës së bujtinave dhe hoteleve udhëtojnë për t'u akomoduar në qytetin e Sarandës. Gjirokastra zhvillon turizëm në pjesën e trashëgimisë kulturore
turizëm i cili zakonisht ka periudhën e tij nga muaji prill deri në fund të muajit qershor dhe pastaj diku muaji shtator dhe tetor. Kështu që deri tani domethënë jemi pak a shumë në pjesën e fundit të sezonit të parë të turizmit kulturor. Ato kancelimet e hershme që kanë qenë nga pjesa e luftës në Iran, në Gjirin Persik, dhe më pas kanë vazhduar implementimet sipas para rezervimeve të bëra. Është një sezon normal, i si vjeçmi, pa të prurjen e shumë të viteve, të 2-3 viteve të mëparshme. Kjo ka të bëjë me më pak mundësi akomodimi për kërkesën e lartë që ka qyteti Gjirokastrës. Dhe një pjesë e madhe e grupeve të mëdhaja ka 2 vjet tashmë, edhe vitin e kaluar dhe si vjet, që akomodohen në Sarand, pasi sasitë akomoduese në Sarand janë më të larta dhe periudha prill deri në qershor dhe për ata është pothuajse bosh, pasi dihet që sezoni i plazhit fillon diku nga rreth muajit qershor. Një pjesë e madhe e grupeve, duke mos patur mundësi akomodimi në Gjirokastër, largohen drejt Sarandës. Në qytetin tonë, çdo ditë pas orës 11 ka një numër shumë të lartë vizitorësh, janë pothuajse të mbushura kaldrëmet dhe pikat turistike të Gjirokastrës. Pra në mbrëmje ka një zbehje të kësaj, sepse janë vetëm ata që akomodohen nëpër hotele. Qytet ka prurje, ka lëvizje shumë të mëdha ditën, deri në orët e mbasdites dhe pastaj ngelet ai fluksi që ngelet në qytet. Domethënë kjo ka të bëjë me pjesën, me historinë akomoduese që ka Gjirokastra, ajo dihet pasi pjesa e madhe e hoteleve tradicional të bërë nuk kanë mundësira të mëdha akomodimi dhe prandaj ndodh kjo gjë. Tashmë turizmi është një prej sektorëve prioritar të zhvillimit të ekonomisë lokale në Gjirokastër, ndërsa qyteti Gurt është një markë e njohur edhe për turizmin ndërkombëtar. Interesi i turistëve për produkte tradicionale shqiptare porritet edhe në Gjirokastër, ku bimët medicinale dhe aromatike janë kthyer në një nga suveniret më të kërkuara. Çaj malit, livandoja, erzat dhe produktet natyrale të zonës po tërheqin veçanërisht vizitorët e huaj, ndërsa kultivuesit dhe tregtarët kërkojnë më shumë mbështetje për të garantuar furnizimin e tregut me këto produkte tradicionale. Në Gjirokastër, bimët medicinale dhe endemike tashmë janë mjaft të kërkuara nga turistët, kryesisht ata të huaj. Llojet e ndryshme të çajrave, lavandës, erza dhe produkte tradicionale shqiptare tërheqin interesimin e vizitorëve me shijen dhe aromën e veçantë. Në pazarin karakteristik të Gjirokastrës, Meti Qibini ka çelur një pikë me produkte bimore dhe medicinale, duke sjellë për turistët dhe vizitorët aromën e traditës nga zonat rurale të jugut. Bimët medicinale janë shumë të kërkuara, sidomos çaji e malit që është tradicionale e vendit, u rekomandojmë, edhe është dhe lavandra. Dhe lavandrën e rekomandoj edhe e kërkojnë edhe ka shumë kërkesa për vetëm për gjërat që janë të vendit. Sfida më e madhe mbetet sigurimi i bimëve medicinale, pasi numri i mbledhësve në përfshatra po vjen gjithnjë në ulje. Në këtë drejtim, kultivuesit kërkojnë mbështetjen nga shteti nëpërmjet akordimit të subvencioneve. Ne jemi në kontakt me turistat, jemi dhe në kontakt me mbledhësit që mbledhin çajrat, edhe thjesht e kam pak të vështirë që i mbledhin në male në për këto, po prapë po harrim edhe e plotësojmë tregun që njerëzit tu kërkojnë edhe turistat që vinë. Nëpërmjet këtyre lloj aktivitetesh mundësohet promovimi i produkteve tradicionale në tregun turistik si pjesë e identitetit të zonës së Gjirokastrës. Për herë të parë, Saranda po bëhet me një terminal autobusësh, një investim që pritet t'i japë fund ndalesave të shpërndara dhe trafikut të rënduar në qendër të qytetit. Terminali i ri, ndodhur tashmë në qafë të Gjashtës, në një godinë trekatëshe, kap një sipërfaqe mbi 11.000 metër katror. Ai do të shërbejë si qendër e mikpritjes dhe piknisja dhe mbritja kryesore e nisjes për autobus ndërqytetase të linjave ndërkombëtare
kombëtare, duke ofruar më shumë rregull, siguri dhe komoditet për qytetarët dhe mijërat turistë që vizitojnë Sarandën çdo vit. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm në modernizimin e infrastrukturës së transportit publik dhe në përmirësimin e imazhit të qytetit, si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në Shqipëri. Megjithse funksionimi i këtij terminali vjet në punë në një vit pas afatit të përcaktuar nga vetë firma, terminali pritet të sjellë një organizim më efikas të lëvizjes dhe shërbimeve më cilësore për udhëtarët. Terminali do të funksionojë edhe si i pari parkim publik për autobus e taksi të Sarandës. Sarand Welcome Center ofron hapësira parkimi, shërbime për vizitorët dhe një organizim bashkëkohor të mobilitetit urban duke bërë përvojën e çdo vizitori më të lehtë. Krajina e Pogonit njihet ndër të tjera për kulturën, traditën dhe folklorin e pasur. Intelektualët e zonës janë të shqetësuar për kultivimin e folklorit tek Brezi i Ri që ndodhet në emigracion. Specialistë e folklorit dhe aktivistët shoqëror në Pogonin malor të Bashkisë Dropull janë shqetësuar për sa i përket folklorit dhe trashëgimisë së tij tek Brezi i Ri që ndodhet në emigracion. Sipas tyre, shoqatat e emigrantëve duhet të ndërmarrin nisma për kultivimin e traditës tek të rinjtë e të rejat. Krajina e Pogonit shquhet për folklorin e saj të larmishëm, ku grupet artistike kanë qenë pjesëmarrës pothuajse në të gjitha festivalet folklorike të Gjirokastës. Studiuesi i folklorit, mësuesi veteran Kristo Çeliqi, na jep mendimin e tij në lidhje me kultivimin e traditës në gjirin e emigrantëve. Kjo mund të bëhet pjesë e pandar në programet e shoqatave që janë në Greqi, siç është e Polçanit, e Skores, e Hllomos, që ka dhe një shoqatë për tërë Pogonin. Duhet të bëjnë programe, se ka pasur një herë që ka pasur grupe folkloristike për këngë polifonike dhe për valle Hlomo, Poliçan. Tani janë ndarë, kanë mbetur vetëm ato vajza e Sokrates, që ato kanë rolin e tyre dhe mbajnë deri diku, uroj suksese se bëjnë një punë të mirë. Fëmijët e emigrantëve që janë në Greqi kryesisht, janë të lidhur me vendlinjen, kanë interes për të ardhur në fshat. Për sa i përket polçanëtëve të gjithë kanë interes. Edhe fëmijët presin të mbillet shkollat të vinë. Edhe unë pres një pritemi të vinë këto ditë, jo vetëm kaqe, po interesi është dhe me atë që u thash që kanë falur dhe një kostum. Brezi tret, interes ka se kanë ardhur nga Amerika brezi i pestë e një familje të Minaçe Likit, i cili ka shkruan dhe në atë periudhë në gazetën Tachidromos Konstantinopolis. Më vonë kanë ardhur nga Amerika, brezi katërt, e them këtë se i kam shoqëruar vetë. Edhe aktivisti shoqëror, krijuesi i një shtëpie botuese në Greqi, zoti Thomanaka, mendon se kultivimi i traditës në gjirin e emigrantëve i afron më shumë ata me vendlinjen. Bëhen përpjekje të tilla dhe sidomos gjatë beharit, çdo fshat ka një program, domethënë se vinë edhe fëmijët, vinë edhe të rinjtë. Edhe këto panelet mbledhin gjithë Pogonin, se çdo fshat që bën në një ditë të veçantë, gjithë Pogoni shkon në çdo fshat, kështu që lidhen, ka një marrëdhënie edhe ndërmjet të rinjtë, domethënë atje njihen, është edhe momenti kur vinë në fshat. Edhe kur kemi bërë edhe përgatitje të tilla që të tërheqim fëmijët të vinë me lodrat, me këto, me të gjitha. Aktualisht, është grupi polifonik i grave të Poliçanit, i Sokrateses, ambasador i folklorit të Pogonit në skenat e Greqisë, Europës, Amerikës dhe natyrisht të vendit tonë. Këtu përfunduam këtë edicion informativ në RTS Gjirokastra, ndajmë duke uruar shikim të këndshëm të programeve në vim.